për shkak të situatave të kryera, për shkak të performancës së keqe, për shkak të sanksioneve, për shkak të rritjes së çmimit të energjisë elektrike, për shkak të aferave korruptive, ne kemi thonë se do të bëhemi pjesë e kësaj qeverie dhe ne e kemi thonë qartë edhe saktë se preferojmë një qeveri të ndërtuar dhe të formuar nga ish partitë opozitore. Këto kanë qenë qëndrime të sakta të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës dhe në bazë kësaj ne i qëndrojmë këtyre deklaratave dhe këtyre parimeve. Kur e thatë që ekziston kjo periudha si që cilësuat gjuetia e shtrigave, a do të thotë që akterët vetëvendosjes kanë tentuar të kontaktojnë me deputet të caktuar brenda Aleancës për ta votuar qeverinë Kurti? Nuk e kam në një informat të tillë, por ju e dini që kur ka qenë në pyetje zgjedhja e kryeparlamentarit, është kel rregulloria e kuvendit dhe rregulloria e kuvendit ka thënë qartë që ne duhet të votojmë haptas, ndërsa këta e kanë mbyll votimin, prej votimit të hapur në votim të mbyllur, me deklaratat e tyre se deputet të caktuar do e kishin votuar, për shembull në atë kohë me votim të mbyllur do e kishin votuar dhe kryeparlamentar po edhe qeverinë, dhe që nuk po lejohen për partive të tyre dhe tash a qëndrojnë në këto, krejt në këto po bazohen në ato çka ka thonë lëvizja vetëvendosje dhe çka ka thonë Albin Kurti, ju e dini që në vazhdimsi ka thonë provom në ne, votoni kryeparlamentarën dhe unë i kam votat për qeveri. Dhe tash kemi anë këtë pozicion, ne e kemi pa që edhe pas zgjedhjes së Dimall Boshës, kemi pas gërç në konstituimin e kuvendit për shkak të pozitës së nënkryetarët, gjë që s'ka ndodhur asnjëherë në historinë parlamentare, sepse me rregulloret kuvendit përcaktohet se kush i ka pozitë, ku i takojnë pozitat e nënkryetarit, është votuar pak ose sikurse është në rregullorin e kuvendit dhe në fakt zoti Kurti ka ble kohë edhe në këtë fazën e votimit të nënkryetarëve. E përmendet që mund të ketë deputet që nuk janë fort lojal në partitë parlamentare, a ka të tillë që janë labil në Aleancën për Ardhmërinë e Kosovës? E që potencialisht sipas juve të rrezikojnë ta votojnë qeverinë Kurti? Jo, s'ka deputet të tillë në Aleancën për Ardhmërinë e Kosovës, edhe pa dashur me fy asnjë deputet të Parlamentit të Kosovës, tash po bazohen në deklaratat e zotit Kurti që i ka thonë në vazhdimsi që unë i kam votat për formimin e qeverisë, e dini edhe jo ka qenë deklarata publike zotit Kurti, jo e thënë veç një herë, po e thonë plot herë dhe tash kemi ardhur në këtë situatë. Ai ka votat as i ka, s'du me ofendu asnjë prej deputeteve të zgjedhur me votën e popullit, po në bazë të asaj çka ka deklaruar zoti Kurti,